Kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar mangësi serioze në funksionimin e fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor për vitin 2024, kryesisht në menaxhimin dhe kontrollin e barnave të rimbursueshme. Sipas raportit të auditimit, janë konstatuar 45 gjetje me masa organizative, 3 me efekte ekonomike dhe 6 masa administrative që tregojnë dobësi të theksuara në zbatimin e kontratave dhe në kontrollin e brendshëm. Një nga problematikat kryesore lidhet me mungesën e verifikimit të çmimeve të barnave dhe kontrollit të tregtimit të tyre sipas listës së barnave të rimbursueshme. Grupet e kontrollit nuk kanë verifikuar zbatimin e çmimeve të miratuara e përdorimin e pullës së sigurisë, duke cënuar transparencën dhe integritetin financiar. Auditimi ka konstatuar gjithashtu mangësi në inventarizimin e barnave, pasi nuk janë dokumentuar datat e skadencës, çka e bën të pamundur vlerësimin real të disponueshmërisë dhe sigurisë së tyre. Në farmacitë spitalore të QSUT-s dhe spitaleve rajonale në Durrës, Shkodër, Elbasan dhe Korçë, u evidentuan mungesa konkrete barnash, përfshirë barna alternative të vetme dhe të para, si dhe diferenca të mëdha sasiore. Probleme serioze janë konstatuar edhe në sistemin i-Depo, ku janë regjistruar shpërndarje të barnave spitalore në rrjetin e hapur, në kundërshtim me ligjin, si dhe raste të shitjes së barnave me afat skadence shumë të shkurtër ose të njëjtë me datën e shitjes, duke rrezikuar sigurinë e pacientëve. Auditimi evidenton gjithashtu rimbursime të pajustifikuara dhe përfitime financiare për farmaci që kanë marrë barna pa kosto, si dhe mungesë të plotë të penaliteteve ndaj subjekteve që kanë shkelur kontratat. Në përfundim, KLSH kërkon forcimin e kontrollit të brendshëm, rritjen e monitorimit të sistemit i-Depo, zbatimin e penaliteteve kontraktuale dhe rishikimin e praktikave të rimbursimit me qëllim mbrojtjen e fondeve publike dhe garantimin e furnizimit të sigurt me barna për qytetarët.